Ndërsa në Rom tashmë ishte vendosur gjithçka. Gazetat e mëngjesit të 7 prillit kishin shpallur pushtimin e Shqipërisë. Njerëzit informoheshin me zhvillimet e fundit nga fronti, ndërkohë që shtabi i përgjithshëm ndiqte hap pas hapi sulmin. Ja si e tregon atë në ditarin e tij Nikos Koconi, komandanti i një regjimenti bersalierësh. Në orën 4 shohim pamjen e Durrësit, në fillim të ndriçuar dhe pas pak errësirë. Fillon zbarkimi nga konvojet e para. Zbarkimi në Durrës ka shkaktuar reagim të menjëhershëm të kundërshtarit. Ushtarët e militarët po sulmojnë. Nga toka kundërshtari hyn në veprim me artilleri. Në orën 7 ka filluar zbarkimi në nxjarrjen e pushkëve të kundërshtarit. Kurse në kronikat fashiste të kohës, glorifikimi që me doza të pafundme. È il 7 aprile del 39. Posto sotto controllo tutto il litorale albanese. Alle 6 del mattino di venerdì 7 aprile, una squadriglia di torpediniere è già accostata al molo di Durazzo. Agli occhi dei nostri aviatori, Durazzo appare tranquilla come all'inizio di una giornata di sereno lavoro. Appena iniziata l'operazione di sbarco, bande di ex reclusi, liberati e armati per ordine di Re Togu, tentano di ostacolare la rottata dei primi scaglioni, costringendo le nostre unità e le nostre truppe a una breve reazione di fuoco. Il tentativo è stroncato. I pochi rivoltosi si affidano alla generosità dei soldati italiani. Agli sparuti seguaci di Re Zog cade ogni illusione. Sugli antichi baluardi di Durazzo sventola il tricolore. Në mëngjesin e 8 prillit, trupat italiane që propaganda fashiste i tregonte si të mirëpritura dhe të gostisura nga shqiptarët, do të hynin në Tiranë pas një ndalimi të gjatë në Shijak. Tanket e parë do të shkelnin sheshin qendror të qytetit. Brenda të njëjtës ditë do të bien edhe të gjitha kryeqendrat shqiptare në të cilat Zogu nuk ishte organizuar dot rezistencën. Në të tre portet shqiptare, në atë të Sarandës, Vlorës dhe Durrësit, trupat italiane do të ndesheshin vetëm me ndonjë rezistencë sporadike. Ja disa nga sinjalet e fundit që japin qendrës ushtarakët shqiptar që munduan të luftojnë deri në çastet finale. Me të njëjtat nota pesimizmi dhe dëshpërimi njofton edhe kolonel Ali Topalli nga porti i Vlorës. Po të njëjtë e paraqit gjendjen nga Durrësi mëngjesin e 7 prillit edhe major Abaz Kupi. Formalisht Zogu kishte rregulluar gjithçka që pushtimi juridikisht të mos pranohej dhe që familjes mbretërore t'i jepej leja për azil. Brenda pak ditësh italianët zotërojnë të gjithë Shqipërinë.
Gjithsesi, jo në 40 tetor siç kishte premtuar general Pariani, por në një javë. Këto pamje të 14 prillit 1939 dëshmojnë hyrjen e trupave fashiste në qytetin e fundit të lirë të Shqipërisë, në Kukës. Përsëri propaganda italiane flet për pritje plot gëzim të çlirimtarëve që kalojnë me brohoritje në mes të qytetit. Pushtuesi do të marrin nën kontroll gjithçka. Madje shumë shpejt, edhe flamurit të Skënderbeut do të shtohen sopatat e liktorit, ashtu sikurse kishte planifikuar Ciano. Strategjia e Kontit që përpiqej prej 2 vjetësh për këtë ditë tashmë ishte realizuar. Që nga udhëtimi i tij i parë 3 ditor në verën e vitit 1937, kur ai e kundronte vendin nga fortesa e herojit kombëtar të shqiptarëve, Ciano e kishte ndëruar këtë çast, por planet e Kontit nuk do të mbarojnë këtu. Mbledhja e parë Asamblesë Kushtetuese u bë më 12 prill në drejtimin e Xhafer Ypit, e cila një zëri mbështeti Xhafer Ypin, sigurisht ideja e Kontit Cianos, që në krye të qeverisë shqiptare të ishte ish Vjeri Zogut, Shefqet Vërlaci, një njeri me influencë dhe njeri me një potencial të madh ekonomik. Në qeverinë që konturoi Shefqet Vërlaci, bënin pjesë kryesisht pronar tokash, por dhe njerëz italofil, të mbështetur nga Konti Ciano. Qeveria së bashku me Asamblejë Kushtetuese më 15 prill vendosën një zëri që të ftojë në Viktor Emanuelin III për ta bërë Shqipërinë pjesë të mbretërisë italiane nën drejtimin e kurorës së Savojës. Kryeministri i ri Shefqet Vërlaci do të nisej vetë drejt Romës për t'i dhënë mbretit Italisë për krenaren e Skënderbeut. Ky ish Vjeri Zogut, të cilit nuk ja kishte falur kur prishjen e martesës me të bijën, ishte padyshim beu më i pasur i Shqipërisë. Ky pro-italian që sipas Pietro Quaronit kishte ngritur në çifligun e tij në Elbasan një shtet brenda shtetit, po nënshkruante në Rom aktin më të errët të jetës së tij. Dhe një delegacion shumë i madh i përbër prej 49 vetash në drejtimin e tashmë të shpallur të kryeministrit shqiptar, shkoi në Itali dhe i afroi mbretit Viktor Emanuelit kurorën mbretërore të Shqipërisë. Pas asaj që ndodhi, Zogu nuk do të kthehet dot më kurrë në Shqipëri. Ai do të vdes në Mërgim në vitin 1961, ndërsa Konti Ciano do të ndahej nga jeta që 17 vjet më parë, i dënuar me vdekje për tradhtim ndaj Duçes dhe fashizmit, e duke mbetur në histori përveç kësaj, kryesisht edhe për 2 gjëra: ditaret e tij dhe pushtimin italian të Shqipërisë.